Fundi shekullit të 19, Ballkani po zje. Serbia, Malizi, Bullgaria dhe Greqia deshen për Maqedoninë, për Kosovën, për tokat shqiptare. Fuqitë e mëdha bëjnë plane për ndarjen e perandorisë osmane. Në këtë kaos, shqiptarët rrezikojnë të zhduken si kombë, por në pej, në zemrën e Kosovës, do të ngrihet një forcë e re, lidhja e pejës, e njohur si Besa-Bes. Në organizimin madh kombëtar, vazhdimi i lidhjes së Prizrenit, shpresa e dytë dhe e fundit për të shpëtuar Shqipërinë nga copimi. Pas vitit 1878 dhe shtypjes së lidhjes së Prizrenit, shqiptarët hyrën në një periudhë të vështirë. Fshinjet slav dhe grek rritën pretendime territoriale ndar vilajeteve shqiptare. Maqedonia, Shkodra, Kosova Janina, të gjithë kërcënoheshin njëkohësisht. Perandoria osmane nuk i mbronte më trojet shqiptare. Në shumë raste, i dorëzonte ato për interesa diplomatike. Ndërkohë, shqiptarët nuk kishin autonomi, nuk kishin administrat të tyre, nuk kishin të drejta politike, vilajetet e tyre nuk ishin të bashkuar. Kjo situatë e rëndë i detyroi patriotët të riorganizoheshin. Në vitin 1896-1897, patriotët shqiptarë nga Kosova dhe Dibra organizuan takime të fshehura. Në mars 1897, në Gjakovu krijua Beslidhja Shqiptare. Një përpjekje e parë t'i dhënë popullit një program kombëtar. Në nëntor 1897, në Pej, u mblodhën 500 veta të vazhduar organizimin. Por porta e lartë do hyri dhe shpërndau me dhunë. Megjithatë, ideja nuk u vra. Ajo u forcua. Janari i vitit 1899 ishte momenti vendimtar. 500 delegatë nga Kosova, Dibra, Shkodra, Manastiri Janina, shqiptarët të gjithë trebave, të gjithë besimeve, u mblodhën në Pej. Ky kuvend ishte një nga ngjarjet më të mëdha të organizimit politik shqiptar. Në krye u zgjodh Haxhi Zeka, një nga prijesit e lidhjes së Prizrenit, i cili kishte luftuar në mbrojtje të Plavës dhe Gucisë. Qëllimi i lidhjes së Pejës, mbrojtja e tokave shqiptare. Bashkimi 4 vilajeteve, Kosovë, Shkodër, Manastir Janin, dhe të qeverisje brenda perandorisë osmane, konsolidim i lëvizjes kombëtare. Kjo ishte herën e parë që shqiptarët artikuluan qartë kërkesën për autonomi politike. Programi 11 pikësh dhe Besa 1 vjeçare. Kuvendi miratoi një program të qartë politik me 11 pika. Bashkimi administrativ i vilajeteve, mos lejimi i coptimit të tokave, organizimi i komiteteve lokale, mbrojtje e popullsisë, përgatitja e një kuvendi mbar shqiptar. Shqiptarët shpallën Besën 1 vjeçare, një betim solem për unitet kombëtar dhe mos ndarje. Besa-Bes u bë emri zyrtar i lidhjes së Pejës. Lidhja filloi me një herë të organizohej në Kosovë, në Shkodër, në Dibër, në Manastir, në Janin. Krijohen komitete lokale që merrnin funksione administrimi dhe sigurie. Në shumë krajina, autoriteti i lidhjes së Pejës ishte më i fortë se ai i administratës osmane. Mbledhjet e mëdha popullore miratuan programin e saj. Ishte ringjallja e lidhjes së Prizrenit, një lidhje e re, më e koordinuar dhe më e përgatitur. Sultani fillimisht heshti, por kur pas se lidhja po zgjerohej dhe se shqiptarët po unifikoheshin, vendosi të veprojë. Në maj 1899, u pengua mbledhja e kuvendit të madh në Prizren. Në pranverën e vitit 1900, Porta dërgoi trupa të shumta osmane në Kosovë. Filloi represioni, arrestime, shpërndarje me dhunë të komiteteve.
Ushkatime dhe burgime, izolim i liderëve. Në maj 1900, pas rezistencës sarmatosur, Lidhja u shtyp ushtarakisht. Haxhi Zeka vazhdoi luftën deri në vitin 1902, kur u vra nga agjent të paguar nga Beogradi dhe Stambolli. Vrasja e tij ishte goditja përfundimtare për lidhjen. Por ideja nuk vdiq. Lidhja e Pejës hartoi programin politik të autonomisë shqiptare. Bashkoi shqiptarët e çdo krajine, përgatiti bazën për kryengritjen 1910-1912. Hapi rrugën drejt shpalljes së pavarësisë 1912. Ishte prova aftësisë së shqiptarëve për të vetë organizuar si komb në mungesë të shtetit. Edhe pse jetoi pak, vetëm një vit, Lidhja e Pejës ishte si zjarri i fshehur në hirin e kombit. E tregoi se shqiptarët lidhin të thrisnin kuvende, të hartojnë programe politike, të bashkohen me besë, të luftojnë për tokën dhe identitetin e tyre. Ishte zëri i autonomisë para lirisë, hapi i tretë pavarësisë së 1912. Nga gurat e themelit të shtetit shqiptar.